Me dalja hapjes së negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, po duket e vështirë për të varur në xhaketën e kryeministrit Rama në këtë mandat qeverisës. Javën politike që lan pas, akrobacitë e kryeministrit për të marrë lavdinë e këtij procesi pas rekomandimit pozitiv të Komisionit Evropian dhe aludimeve 4 javore se kancelaria Merkel e kishte ftuar më 28 nëntor në Berlin për t'i dhënë lajmin e mirë të hapjes së negociatave, ndryshuan, duke u ulur si pritshmëri. Po çfarë ndodhi vallë javën politike që lan pas, me pritshmërinë e lartë të kryeministrit për hapjen e negociatave në dhjetor, bazuar në rekomandimin pozitiv të Komisionit Evropian? Kryeministri nuk humbi kohë pas prezantimit të progres raportit dhe doli në foltoren e parlamentit për të deklaruar se rekomandimi i marrë përkthehej si hapje e negociatave. Natyrisht, është një raport ku nuk bëhet fjalë për arritje përfundimtare, sepse Shqipëria sot hap negociatat dhe nuk antarësohet në Bashkimin Evropian, po ku bëhet fjalë për progres të vazhdueshëm dhe aq të vlerësuar sa rekomandohet hapja e negociatave. Për ta evidentuar se këtë arritje e kishte të vetën, u kujdes të theksonte mirë se ishte opozita ajo që po përpiqej ta bllokonte procesin me qëndrimin kundër vetingut. Ky është një kusht dhe një kushtëzim që nuk lidhet me këtë qeveri, po lidhet me këta. Sepse ligjin e vetingut e kanë bllokuar këta. Sepse ligjin e vetingut e kanë çuar këta në gjykatën kushtetuese në përpjekjen e turpshme për ta shpallur antikushtetues. Por ajo që kryeministri nuk e paramendonte, nuk i erdhi nga opozita, por nga një deputet i partisë Angela Merkel. Pak ditë para takimit të njoftuar me kancelaren gjermane, Günther Kirschbaum, kryetari i Komisionit për çështjet e Bashkimit Evropian në Bundestagun gjerman, evidentoi 7 pritshmëri të Berlinit zyrtar nga Shqipëria, duke i shtuar 5 prioriteteve të njohura të Bashkimit Evropian, edhe zgjedhjet dhe zbatimin e ligjit të dekriminalizimit. Pa marrë votën pozitive të Bundestagut, as kancelaria nuk mund të shprehet pro. Ligji për dekriminalizimin e parlamentit, institucioneve qendrore e vendore dhe të administratës publike duhet të zbatohet në mënyrë të qëndrueshme e të plotë. Kryeministri shquhet për mënyrat e guximshme të reagimit, pikërisht kur ndodhet në momentet më delikate. As këtë herë nuk zhgënjeu dhe i bëri një zhvlerësim të hapur deklaratave të deputetit të partisë së kancelares Merkel. Ata flasin thjesht në titull personal, do me thënë nuk kanë asnjë mandat nga askush. Mund të shtrembrojnë hapur, siç bën konstatimet e Komisionit Evropian dhe mund të gjejnë në mediat shqiptare një akses që në vendet e tyre as e ëndërrojnë. Deklaratat e tyre destruktive mund të shiten shqiptarëve nga të paudhët apo të paditët e këtushëm, si bomba të vetë shtetet e tyre mbi Shqipëri. U nis në Gjermani, pa informuar publikun për agjendën e takimit me Merkel. Mediat në Tiranë e morën këtë informacion nga faqja zyrtare e kancelares gjermane. Në diplomaci, gjestet kanë peshë po aq sa fjalët, e në një mënyrë krejt të pazakontë, komunikimi me mediat i kancelares me kryeministrin u bë para takimit të tyre. Dukej sikur kancelaria nuk kishte nevojë të dëgjonte kryeministrin përpara se të jepte mendimin e saj për ecurinë e Shqipërisë që priste hapjen e negociatave. Me një kryeministër tejet të emocionuar në krah, kancelaria renditi sfidat e përmendura nga deputeti i saj me referencë edhe zgjedhjet e ardhshme. Pa dyshim që do të thoshim që edhe Shqipëria do të punojë në përputhmëri me OSBE-n për zgjedhjet e ardhshme dhe do të bëjmë më të mirën. Sigurisht, po të shikojmë debatin, luftën politikës së brendshme, do të shohim që këtu duhet luftuar dhe duhet punuar. Angela Merkel nuk tha asnjëherë se çfarë qëndrimi do të mbajë Berlini në dhjetor, kur Këshillit Evropian t'i duhet të shprehet mbi rekomandimin e dhënë nga Brukseli për Tiranën. Në përfundim të takimeve, një intervistë për Deutsche Welle tregoi se gjërat nuk ishin shkuar siç shpresonte kryeministri. Pavarësisht se u pyet disa herë nëse ka marrë dritën jeshile nga Berlini, Rama e shmangu gjithmonë përgjigjen, ndonse tashmë e pranonte edhe ai se në dhjetor nuk bëhej fjalë të votojë për hapjen e negociatave, por për nisjen e një procesi të ndërmjetëm teknik të njohur me emrin screening.
Mbështetja e Bashkimit Evropian për një vend në proces negociatash është pjesë normale e qasjes për çdo vend aspirant, edhe do të ishte e çuditshme që kancelaria që e ka promovuar personalisht kryeministrin e Shqipërisë të kishte një qëndrim ndryshe. Komisioni Evropian po ndjek vazhdimisht reformat në Shqipëri dhe në vendet e reja, duke i vlerësuar ato. Unë dëshiroj që ta uroj kryeministrin Rama për këto përparime që janë bërë. Por mungesa e një sinjali për rekomandimin pozitiv të Komisionit Evropian ra në sy, edhe për shkak të qëndrimit kundër të shprehur në Tiranë nga deputeti i saj në emër të grupit parlamentar të kancelares. A e priste vallë kryeministri një qëndrim të tillë? Kjo është një mundësi, nisur nga referenca që vetë përdori, krejt jashtë detyrave të kërkuara nga Bashkimi Evropian për të marrë një mbështetje nga Gjermania. Unë sot jam shumë krenar që pasi u takuam më parë në Berlin dhe ju ma bët shumë të qartë që për të bërë një vend antar i Bashkimit Evropian ne kemi gjithë mbështetjen tuaj, po na duhet me patjetër reforma drejtësi. Sot ne kemi në kartën tonë kushtetuese të kryer këtë detyrë. Po është vetëm një detyrë e kryer në letër, sepse tani është koha për ta implementuar. Duke paralajmëruar mbi rrezikun e destabilizimit të Ballkanit, kryeministri kërkoi që procesi i integrimit të jetë i ndershëm dhe i parashikueshëm. Në hapësirën tonë rajonale veprojnë dhe aktorë tretë, të cilët synojnë të shfrytëzojnë çdo lëkundje, çdo paqartësi apo vakum që mund të krijohet në marrëdhënien tonë me Bashkimin Evropian. Procesi i integrimit evropian për ne, për popujt e rajonit tonë, cilët janë tërësisht evropian, edhe pse shtetet tona nuk janë ende antarë të Bashkimit Evropian, duhet të jetë një proces sa më i ndershëm dhe sa më i parashikueshëm. Dhe Shqipëria dhe shqiptarët nuk kërkojnë asgjë të pamerituar në rrugën drejt antarësimit në BE. Halli i kryeministrit duhet të ishte aq i madh sa për t'i dhënë një lexim tjetër fjalëve të kancelares, nuk nguroi të përdorte një takim përkujtimor me veteran të luftës në përvjetorin e çlirimit të Shqipërisë nga poshtuesit nazist. Do duhet presim mesin e dhjetorit, po sot mund t'ju them se jam i sigurt që Gjermania do të jetë plotësisht në krahun tonë. Vendi nuk ishte i duhuri, e as simbolika asaj dite, por kjo nuk e stepi kryeministrin që të sqaronte merakun e vet. E të njëjtën linjë ndoqi edhe në parlament, por tashmë i kishte ulur pritshmëritë e fillimit. Ti je i sigurt që në mes të dhjetorit Gjermania do të jetë mbështetësja kryesore e Shqipërisë. Ti je i sigurt për këtë. Dhe çfarë do të thonë mbështetësja kryesore, se po ndërhyn dhe ky që se ka fituar akoma ditën e punës, s'ka dalë flasë akoma, do të thotë që Shqipëria të marë atë që i takon në këtë moment. Nuk i takon Shqipërisë dhe jo për shkakun ton, po për shkakun tuaj. Nuk i takon Shqipërisë, ta them unë, ta mbaroj, që të kërkoj sot hapje negociatash pa filluar zbatimin e ligjit vettingut. Ditë më herët, pas një takimi pune me grupin e miqve të Shqipërisë në Bruksel, kryeministri fliste me optimizëm për hapjen e negociatave në dhjetor. Ky është grupi i miqve të Shqipërisë, po nuk ka asnjë vend që nuk do mbështetë Shqipërinë për hapjen e negociatave. Për këtë ju siguroj unë që sot, kështu që mund ta jepni këtë lajm qetësisht dhe pa bishta. Ju jeni optimist që mund t'i hapni brenda vitit të ardhshëm? Unë mendoj që negociatat janë hapur, ndërkohë në momentin që është dhënë rekomandimin pozitiv dhe që Këshilli do ta adoptojë rekomandimin, sepse nga momenti i adoptimit të Këshillit deri në momentin e uljes në tryezë për çelur kapitujt, ka një periudhë të ndërmjetme përgatitore që i duhet Shqipërisë, i duhet dhe Komisionit. Kështu që për mua procesi i negociatave ka nisur. Paralelisht në Parlamentin Evropian, rezervat për Shqipërinë vazhdonin. Die Beitrittsverhandlungen möglichst schnell eröffnen sollten und deshalb bin ich auch einverstanden mit dem. Shpresoj që të merret shpejt vendimi për hapjen e negociatave të antarësimit dhe prioriteti për hapjen konkrete të negociatave të jepet procesit të vettingut.
sind. Und dazu gehört meiner persönlichen Meinung nach der Vetting-Prozess. Ne mbrojmë këtë qëndrim pasi ky nuk është fundi i procesit të negociatave, por vetëm fillimi i tij. Ndaj ne duhet t'i rekomandojmë Këshillit që t'i thotë po Komisionit Evropian për hapjen e negociatave të antarësimit, kur të fillohet zbatimi i ligjit të vettingut dhe mos pres deri në 2018 për të hapur negociatat. Sigurisht që zgjedhjet e përgjithshme parlamentare dhe të 2017-s do t'jenë testi i vërtet për përgatitjen e Këshillit lidhur me hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është shumë e rëndësishme për Shqipërinë që të zhvillojë zgjedhje demokratike, të lira dhe të ndershme, në mënyrë që edhe të mendojë që ne duhet t'ia vëmë theksin tek kjo në raportin e Fleckenstein. Further steps of reforms, and I think we should put accent on this in the report. Shqipëria duhet të bëjë shumë hapa për reformën në drejtësi, duhet të sfidojë krimin e organizuar në vend dhe të bëjnë shumë punë për lirinë e shtypit. They have to tackle with the organized crime in the country. Unë shpresoj që reformat të thellohen vitin e ardhshëm në mënyrë që të bëhet e mundur fillimi i negociatave të antarësimit. Së pari, Shqipëria duhet të plotësoj kushtet e mbrojtjes së të drejtave të pakicave dhe marrëdhënieve të mira të fqinjësisë në vendet fqinje. Pa një arsye të vlefshme, kryeministri shqiptar ka shprehur qëndrime revanshiste për Greqinë dhe ka deklaruar gjëra që janë plot pasaktësi historike. Shqipëria duhet të punojë fort me Greqinë. A e reflektonin vallë këto qëndrime ngurimin e kancelares për të shpallur mbështetjen për rekomandimin e Komisionit Evropian? Në studion e Sokol Ballës, Edi Rama tha se kancelaria nuk e kishte bërë këtë as në momentin e dhënies së statusit, kur sërish kishte qenë në një konferencë krahti në Berlin. Unë kam qenë me kancelaren përpara se të merrnim statusin e vendit kandidat. Kemi bërë një konferencë shtypi mbas takimit, ndërkohë që kjo ishte një konferencë shtypi përpara takimit. Dhe në atë konferencë shtypi kancelaria nuk e ka thënë që Gjermania do të mbështesi dhënien e statusit kandidat, po vetëm pak kohë pas Gjermania mbështeti dhënien e statusit kandidat. Por realiteti është paksa ndryshe nga sa e ndërmend kryeministri. Në prill të 2014-s, kur Merkel priti për herë të parë kryeministrin në Berlin, kishte të paktën 2 element dallues të vullnetit të qartë të kancelares pro hapjes së negociatave me Shqipërinë. Së pari, Merkel e dëgjoi Ramën në një takim të posaçëm, e më pas të dy bashk dolën para mediave. Së dyti, edhe pa patur ende një raport të Komisionit Evropian, kancelaria mbi bazën e diskutimit me Ramën nuk ngoroi ta thoshte se qëndrimi i Gjermanisë do të ishte pozitiv për statusin, nëse kjo rekomandohej në raport. Wir werden im Juni einen neuen Bericht bekommen. Und nach dem, was ich gehört habe, wird es sicherlich auch. Hapi tjetër që vjen tani për Shqipërinë është statusi i vendit kandidat. Ne në qershor do të marrim një raport të ri dhe me atë që dëgjova unë, komisioni do t'i ketë regjistruar me siguri këto përparime dhe ne do të vendosim në një vështrim pozitiv për statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Është gjithmonë një çështje se kur, nuk është një çështje nëse Shqipëria do ta marrë atë. Nuk duhet të keni frikë se nuk do t'i jepet statusi i kandidatit, por vetëm raportet duhet ta bëjnë të mundur që ne t'u japim. 2 vjet më vonë, kjo gjë nuk ndodhi, edhe pse kancelaria e kishte në tryezë rekomandimin e Komisionit Evropian për hapjen e negociatave, por një lloj si deputeti i saj zgjodhi të rendiste sfidat e Shqipërisë në vetëm 3 minuta deklarat, shenjë e qartësisë së opinionit të saj. Mbas këtyre piketave të vazhdoi kjo rrugë, pra këto 5 prioritetet që ka përmendur Komisioni Evropian, sigurisht që këtu bën pjesë edhe implementimi i këtyre prioriteteve dhe padyshim edhe zbatimi i reformës, lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Të gjitha këto i ka thënë Komisioni Evropian. Në këtë situatë të sikletshme, kryeministri është fokusuar fort në shënjestrën e vet të justifikimit, opozitën, për të shmangur çdo aludim për atë mesazh që nuk erdhi sipas pritshmërive nga kancelaria. Mbasi merrni vesh që me shumë gjas, gjë që unë se kam marrë vesh të drejtën akoma, Komisioni i Venecias mund t'japi një opinion
që është kundër asaj që prisni ju, çfarë thoni? Është përkthimi gabim. Je tamam si ajo shpreha, jep shpirt pos heq dorë, kujtohet kur thoshte partia jote? Shiko çfarë i tregoni popullit. Është përkthyer gabim nga e Uralesi. Pra BE-ja e ka shkruar gabim anglisht dhe e kape ti me lulin BE-n me anglishtën tuaj të u bubushme. Në valën energjike të akuzave ndaj opozitës, kryeministri anashkalon me apo pa dashje faktin se nëse Shqipëria është kaq e vonuar në hapjen e negociatave, ai vetë ka dhënë një ndihmë jo të vogël kur ishte në opozit. Albania has made good progress. Më 16 tetor të 2012-s, Komisioni Evropian i rekomandoi Këshillit dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë me kusht miratimin e ligjeve të reformave kyçe, ligjin e gjykatës së lartë, të administratës publike dhe rishikimin e rregullores së parlamentit. Por Rama në opozit refuzoi ta jepte votën pro në parlament. Shkak ishte një manovër politike e mazhorancës së kohës në qarkun e Fierit, ku kryetari i zgjedhur nga Partia Socialiste u zëvendësua një javë më vonë nga një përfaqësues i Partisë Demokratike. Kjo çështje lokale u përdor si arsye për mosvotimin e 3 ligjeve që do t'i jepnin Shqipërisë statusin e vendit kandidat. Në studion e Sokol Ballës, kryeministri e mohoi që Fieri të kishte qenë shkaku kryesor. Është vërtet. Po si është vërtet? Nëse memoria ime nuk më gënjen, ne kemi kërkuar të ulemi dhe diskutojmë për 3 ligjet, sepse kemi pas 2 ligje në fakt dhe rregullorja e parlamentit, e cila sot po shkelet jo me 2, po me 4 këmbë. Nga ju? Jo nga ne. Jo nga ne. Ju kontrolloni parlamentin? Me 4 këmbë në parlament. Dhe pikërisht gjërat që kërkonim ne, atëherë, se këtu ndryshojmë ne. Kërkonim ne atëherë të drejtën e replikës në kohë të barabartë mes kryeministrit dhe liderit të grupit. E kërkonim. A ju kujtohet që thoshe Saliu, kjo është antikushtetuese e bla bla bla. Erdhëm në qeveri. E bëm, nuk e bëm për vete. E bëm në respekt të opozitës si bindje. Jo në respekt PD-s, por në respekt të opozitës si institucion. Pra jemi 2 botë ndryshme ne çuditërisht, shumë të ndryshme. Dhe në atë rast kërkonim që të uleshim dhe diskutonim dhe thoshim ti diskutojmë këto, ti përmirësojmë këto, diskutojmë edhe qarkun e Fierit, patjetër. Por memoria mediatike është më e mirë se ajo e kryeministrit. Do duhet ndalesha vetëm pak në çështjen e ligjeve që kanë mbetur pezull, duke ritheksuar se ne jemi të gatshëm që të marrim pjesë në diskutimin për përmirësimin e drafteve ekzistuese dhe ti votojmë këto ligje në momentin që mandati i marr nga zgjedhjet e majit shkuar për administrimin e qarkut të Fierit do të shkoj në duart e atyre që populli i Fierit i ka përcaktuar si administratorët e këtyre 4 viteve. Përpasoj, Shqipëria e humbi mundësinë për të marrë statusin e vendit kandidat në dhjetor të 2012-s. Ky qëndrim i përsëritur ndryshoi vetëm kur Ilir Meta u shkëput nga Berisha në qeverisje për t'u bashkuar Ramës në opozit 10 javë para zgjedhjeve parlamentare të 2013-s. Një propozim i Ilir Metës për të votuar 3 ligjet me kushtin që ato të hynin në fuqi pas zgjedhjeve e gjeti dakordsinë e Ramës, edhe pse atyre ligjeve nuk ju ndryshua asnjë presje e as çështja e qarkut të Fierit nuk ishte zgjidhur. Ne jemi të gatshëm që t'i përgjigjemi kësaj ftese për kompromis dhe të votojmë në rast se pranohet opsioni që këto ligje të hynë në fuqi mbas zgjedhjeve dhe kur të fillojë parlamenti. Me të ardhur në pushtet,
Rama kryeministër amendoi njërin nga këto 3 ligje të miratuara me konsensus në 30 maj, me një akt normativ, e shtyu me 6 muaj hyrje në fuqi të ligjit për në punësin civil, që mbronte punonjësit administratës nga shkarkimet e padrejta. Të tilla u regjistruan e pati edhe reagime të forta publike. Megjithatë, Partia Demokratike në opozit inicioi një rezolut në mbështetje të integrimit të Shqipërisë, që u miratua unanimisht në kuvend si një sinjal se klasa politike ishte e bashkuar për integrimin. Me këtë panoramë, më 16 tetor të 2013-s, Komisioni Evropian rekomandoi dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë me dakordsinë që vendi të merrte veprime në luftën kundër korrupsionit. Por për shkak të skepticizmit të disa vendeve anëtare, statusi nuk u dha në dhjetor. Komisionit Evropian ju kërkua të paraqiste një raport 6 muaj më vonë për të parë zbatimin e 5 prioriteteve. Në mars të 2014-s, gjatë takimit të dytë të dialogut të nivelit të lartë Shqipëri-Bashkimi Evropian, Komisioni i të zgjerimit ju dorëzua udhërrëfyesi me hapat konkrete të ndërmarra nga qeveria në përmbushjen e 5 prioriteteve. Më 4 qershor, Komisioni Evropian i rekomandoi sërish Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Në mesin e qershorit, policia hyri në Lazarat, një shembull i qartë i vullnetit të qeverisë për të luftuar krimin e organizuar dhe trafikun e kanabisit. E rezultati i pritshëm erdhi më 24 qershor, kur komisioneri i zgjerimit, me në krah zëvendës ministrin grek për çështjet europiane, që përfaqësonte presidencën greke të Bashkimit Evropian, dhan lajmin e mirë të hapjes së negociatave. Është e qartë që ne kemi arritur në këtë ditë të dhënies së statusit të vendit kandidat për Shqipërinë fal punës së qeverisë së mëparshme dhe punës së përshpejtuar të qeverisë aktuale. Kjo nuk është arritje e Komisionit Evropian, është arritje e të gjithë shqiptarëve. Madje komisioneri tregoi edhe se si Shqipëria mund të bindte Bashkimin Evropian për hapjen e negociatave të antarësimit në vazhdim. Komisioni ka qenë i qartë, strategjia dhe plani i veprimit për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë të mira, vullneti i shprehur politik i shkëlqyer, por ne me të vërtet duam të shohim hapje konkrete hetimesh, duam të shohim që dikush po shpallet i fajshëm, të dënohet dikush dhe ai të paguajë në burg për krimin e tij. Ky rezultat i sugjeruar nga Fyle ende nuk ka ndodhur, pasi mburoja e Shqipërisë tashmë është reforma në drejtësi. Konkretisht ngrirja e ligjit të vetingut në gjykatën kushtetuese pas një ankimimi të Partisë Demokratike. Në valën e akuzave të shtuara të kryeministrit për opozitën, se me këtë veprim po pengon hapjen e negociatave, javën politike që lan pas, pati një zhvillim të pazakontë. Ligji i vetingut që kushtetuesja kishte dërguar në Venecia për dhënia opinioni, i marrë nga misioni Auralius, ishte përkthyer me gabime. Teksa ka një debat të hapur nëse kjo është një taktikë e Partisë Demokratike për ta vonuar më tej procesin me rishikimin e përkthimit, apo ka patur vërtet një ndërhyrje të paligjshme në atë ligj të përgatitur me asistencën direkte të misionit Auralius të Bashkimit Evropian, kjo mbetet për t'u parë, por nga një ballafaqim fizik i ligjit të dërguar në Venecia, duken qartë ndryshimet me variantin e miratuar në parlament në seancën e 30 gushtit, vetëm me votat e mazhorancës. E gabimet të tjera në raport me variantin origjinal janë gjetur edhe në ndryshimet kushtetuese të miratuara me 140 vota. Gjykata kushtetuese pas vënies në dieni nga Partia Demokratike pranoi se e ligji i vetingut i përkthyer në anglisht nga Auralius kishte gabime dhe u ridërguai sakt në Komisionin e Venecias të mërkurën. Por kush është investuar të dërgojë edhe kushtetutën anglisht në Venecia ka bërë po të njëjtën gjë. Ajo që është publikuar në faqen e Venecias është gabim, me fraza të përmbledhura e për më tepër edhe të shtuara përtej asaj që shkruhet në Kushtetutën shqip. Një prej tyre që duket edhe më flagrante është kjo këtu në nenin B, ku flitet për detyrat e operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Në variantin anglisht është shtuar pjesa në përputhje me rregullat që përcaktohen në ligj, por një përcaktim i tillë që të referon tek ligji nuk është në variantin shqip. Tek i lexon të dy tekstet e Kushtetutës në shqip dhe anglisht, gjen mjaft mospërputhje dhe devijime të tilla, thelbësore apo jo, e sigurt është që nuk është serioze dhe as profesionale,
as nga institucionet shqiptare dhe as nga Euralius. Më e pakta është pa aftësi, më rënda do të ishte një përpjekje për të deformuar mendimin që Komisioni Venecias pritet të publikojë pas disa ditësh për vettingun shqiptar. Çfarë pritet të ndodhë tani në vazhdim? Në ditët e ardhshme të dhjetorit, pritet të mësohet opinioni i Komisionit të Venecias për këtë ligj. Nga ana tjetër, ambasadorët e përhershëm të Bashkimit Evropian do diskutojnë më 9 dhjetor rekomandimin e Komisionit Evropian për Shqipërinë. Mbi bazën e konkludimeve të tyre, por edhe të rekomandimit të Komisionit Evropian, më 13 dhjetor, ministrat e jashtëm të shteteve anëtare do të shprehen për mënyrën e hapjes së negociatave me Shqipërinë, një vendim që zakonisht influencon edhe Këshillin Evropian. Në studion e Blendi Fevziut, Lulzim Basha dha një detaj të panjohur zyrtarisht për publikun. Ai ka ditur që negociatat nuk do të hapeshin. Edi Ramos i është komunikuar që negociatat nuk do të hapeshin disa ditë para se zoti Krish Baum të vinë në Tiranë. Po kështu e ka ditur dhe bashkëkryetari i koalicionit, kryetari aktual i Kuvendit. Po kështu jam informuar dhe unë nga zyrtarët më të lartë evropian që duke parë gjendjen aktuale të problemeve kryesore që Komisioni Evropian ka kohë që i ngren, kjo nuk mund të ndodhë. Ministrit jashtëm të Shqipërisë, për fatin tonë të keq, për fatin e keq të Shqipërisë, i është bërë ditur që para një jave e gjysmë, pra para se të vinte zoti Krish Baum, para se zoti Rama të shkonte me 28 nëntor në Berlin, nga kancelaria gjermane, nga ministri i jashtëm gjerman, zoti Steinmeier, që është antar i kabinetit Merkelit, po është dhe figura kryesore social-demokratëve gjerman, që nuk do të ketë hapje negociatash për Shqipërinë. Kjo i është bërë ditur. Kur ka shkuar në Komisionin e Çështjeve Evropiane në Bundestag, ku ishte zoti Krish Baum, i cili 2 ditë më vonë udhtoi për në Tiranë, zoti Bushati as nuk e ka ngritur këtë çështje, që në interpretimin tim, si njëri që e njeh diplomacin, po besoj dhe në interpretimin tuaj, tregon qartë që në këtë moment, pasi ka marrë 2 jo, një në kancelari dhe një në Ministrit të Jashtme, zoti Bushati ka ndryshuar pozicionin e tij, do të thotë dhe pozicionin e qeverisë shqiptare dhe ka pranuar, me siguri pasi ka komunikuar me kryeministrin në Tiranë, që ky është një fakt. Pra, çfarë tregon kjo? Që zoti Rama e ka ditur para se të vinte zoti Krish Baum, e ka ditur para se të shkonte në Berlin që negociatat nuk hapen. Çka duket arsyeja e fortë për këtë pritshmëri të përmbajtur të ministres së integrimit që shoqëronte kryeministrin në takimin me kancelaren gjermane. Skenari duket i njëjtë si në rastin e hapjes së negociatave, kur u kërkua një periudhë re prove për të parë vullnetin e Shqipërisë në përmbushjen e detyrimeve. Ajo që ne do të shpresonim është pikërisht në radhë të parë që vendet anëtare të mirëpresin rekomandimin pozitiv që ka ardhur nga Komisioni Evropian dhe nëse do të kishte një hapësirë të mundshme, duke qenë se Komisioni Evropian është shprehur se nuk do të ketë një raport jo vetëm për Shqipërinë, por për gjitha vendet aspiruese në vitin 2017, ekziston një mundësi ku vendet anëtare mund të kërkojnë Komisionit një raport të ndërmjetëm për të parë dhe ecurinë e procesit apo të zbatimit të ligjit të vettingut, që është një nga kushtet bazë për çeljen e negociatave me Shqipërinë. Nga evoluimi i pritshmërive të kryeministrit javën politike që lan pas, është e dukshme se rezultatet konkrete të punës së qeverisë janë ato që do t'i hapin rrugën ndarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Fajsimi i përsëritur i opozitës nuk është një punë që regjistrohet në këtë proces, që kërkon gjithëpërfshirje, një vullnet që i ka munguar kryeministrit Rama në këto 3 vjet, një lloj si paraardhësit e tij. Tamam si ajo poema e realizmit socialist i lajthitur gjerë në dhimbje, qesharak gjerë në madhështi. Sali, kam gjithmonë më shumë përshtypjen që duke më përshkruar mua jeni një monolog me veten, flet për veten, i referohesh vetes. Gjëra që ndodhin këto, po janë për biseda pranë zjarrit në një kohë tjetër. Nga zëllimi madh, që nga zhvejku që ti çon në Parlamentin Evropian, deri tek gjithë ushtarët e mi zhvejk rreth rrotullu që kanë një buzëqeshe prej budallajin portret që nuk arrin do vetë ta shpjegojnë se nga ju vjen. Zonja deputete, zotëri deputet,
kumbar ministra, kryekumbar Edvin Rama, ndrikulla ministre, kanabiste e kanabist. Nastradini deklaroi këtu se po rrisim rrogat me $100 milion. Pançoja i Nastradinit ka deklaruar me 10 herë ku është se iku, se janë 7 miliard lek. Janë 7 miliard lek. Pra, diferenca është rreth $40 milion. Që ti i përkthen gabim gjithmonë sa herë del këtu raportet. Se të kam kap në flagrancë këtu vetë. Kjo dihet dhe pse e bën. Jetë amam si a shpreja, jep shpirt pos hejdor, të kujtohet kur thoshte partia jote, jep shpirt pos hejdor armiku i klasës? Edhe ti si ajoje, jep shpirt pos hejdor, vazhdon me tënden, shiko çfarë i tregoni popullit. Është përkthyer gabim nga Eurales. Pra BE-ja e ka shkruar gabim anglisht dhe e kapet ti me lulin BE-n me anglishtën tuaj të u bubushme. A e kupton tani? Megjithëse Luli e flet më mirë se ty, me thënë drejtën, po leje se mos ta themi këtë. Sot këtu, Nastradini, i zgaravinave, që nuk din që është GDP-ja, në mënyrë absolute nuk din, mos më shivashtu, se ta faktoj tani u që nuk din. Që nuk din që është përqindja GDP-së, të mësoja të lutem. Mësoja, se nuk e bre Fulbrightin koti. U thot shqiptarve se këte vit do investojmë 3% të GDP-së në shtetësi. Dhe pastaj sa ishte për te 3% i investime? $50 milion. Ka që është për ignorantin, ka që është, e tha, merë shife, nuk shtoj unë, ka që është për ignorantin, gjahil, elif matrak, 3% që i GDP-së. Pra 3% që i GDP-së të dashur qytetar për atë që është shefi ekzekutivit dhe që s'din që është GDP-ja, është $50 milion. O padia, o ignorancë, emrin e ke Edvin Rama. Sepse i politikan që ankohet nga mediat është si i marinar që ankohet nga deti dhe unë nuk kam dërmën të ankohem ndonjëherë për veten time.